Gruaja e la burin se ishte më pak i bukur se shokët, teologja Lumi, deklaratat provokuese të saj. Meryem Lumi, deklarata provokuese dhe tërheqja nga rrjetet sociale. Teologja shqiptare Meryem Lumi, e njohur në prani të rëndësishme në rrjetet sociale dhe në ligjërata me tematika islame, ka njoftuar tërheqjen nga aktiviteti publik në rrjetet sociale para disa kohësh. Në postime të dhëna në story, Lumi deklaroi se ka vendosur të ndaloj predikimet online për shkak të reagimeve të shumta publike dhe përplasjeve që kanë lindur pas deklaratave të saj. Një prej deklaratave që shkaktoi reagime të forta ishte gruaja e la burin se ishte më pak i bukur se shokët e tij. Lumi ka qenë një prej grave të pakta që predikonte fen islame në Shqipëri, por deklarata të tilla të saj u cilësuan si kundra rrymës për fen dhe për përfaqësimin publik të teologjisë në vend. Sipas burimeve, Lumi lindi në Korçë dhe u rit në Durrës në moshën 13 vjeç, u konvertua në islam dhe më pas vazhdoi studimet e larta në Damask. Në postimin e largimit të saj, ajo u shpreh: "Unë në fakt kisha pak kohë që e mendoja largimin, por me gjithë këto që ka ndodhur, sikur të isha më e keqe se faraoni." Kjo lëvizje vjen pas një periudhe të tensionuar online dhe akuzash në adresë të saj, përfshi edhe predikime që kishte përfituar financiarisht nga ndjekësit e saj. Lumi tashmë prej kohësh nuk ka qenë aktive në rrjetet sociale si më parë, por së fundmi është kthyer sërish dhe hapi i saj i ka çuditur të gjithë me paraqitjen e saj, duke hequr shamin dhe duke habitur me deklaratat e saj.